Është kënaqësi e madhe të jesh në Elbasan, po aq më tepër të jesh pranë ju që je edhe sportist. Kjo ka është kënaqësi për neve. Unë e falenderoj popullin e Elbasanit, e falenderoj krejt stafin e bashkisë, shefin e klubit Zotin Kovaçi. Kryetari ka dhënë ndihmesa jo vetëm për Federatën e Çikizmit, po ka dhënë për të gjithë llojet e sporteve, që është kënaqësi që ndihemi gjithmonë si Komitet Olimpik, si të gjitha federatat, po të jemi në Elbasan. Mendojmë që ta fitoj më i miri ai që ka bërë më shumë përgatitje, dhe neve jemi para një përgatitje të madhe gjithashtu me mbështetjen e Bashkisë së Elbasanit me Giron e Italisë. Unë do ta falenderoja kryeministrin se për mua nuk dua t'i bëj olozhe se është burrë i mençur, po ka ditur që ato lekë që i ka hedhur shumë shpejt jo do kthehen, po do vinë akoma gjëra më të mëdha për ta parë se kush është Shqipëria me bukuritë e saj të rralla që ka, duke filluar nga malet, nga deti, nga liçenjt, nga rruga dhe aq më tepër që Xhiro i Italisë do shtesi disa bashki të qarkut të Elbasanit, duke ardhur nga Durrësi në Rogozhin në drejtim të Peqinit, duke vazhduar në Krrap dhe duke zbritur në Tiranë.